Zoti kryetar, ndërkohë që ne flasim këtu dhe flasim për procedura, po ndodh diçka historike në gjykatën kushtetuese, zoti kryetar. Zoti Shea, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Për procedurë, zoti. Ne jemi institucioni i Kuvendit të Shqipërisë. Kemi agjendën tonë, ju lutem flisni për agjendën tonë nëse keni diçka, për rendin e ditës, për ditën e sotme. Zoti kryetar, më lejo ta mbaroj, ju lutem, se do dalte procedura. Dakor? Tani, zoti kryetar, prokuroria ju është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zonjës që është shturur aty, sepse do ta arrestoj. Neve, si përfaqësues të Partisë Mundësia, na është mohuar e drejta të kemi provat mbi të cilat prokuroria kërkon arrestimin e asaj zonjës që është shturur aty dhe po qesh dhe tall. Të lutem. Kjo nuk është procedurë. Nuk është procedurë, nuk ka lidhje me rendin e ditës sotme. Zoti Berisha. Vetëm një pyetje. A jeni gati ju? A jeni gati që Ramaduro t'ja transferoj, t'ja delegoj kompetencat Lubi Ballukut? Ju lutem zoti Berisha. Na u përgjigjni këtë pyetje. Të gjuhë. Kjo është pyetja. Në parlament, në kuvendin tonë nuk e lejojmë të gjuhë. Po, kjo. Jo, nuk e lejojmë të. E shef? Këto etiketime ju ka kaluar koha. Jo. Jeni lubisht. Zoti Fatmir Mediu për procedurë. Jo. Kryetar. Jo pra. Kryetar. Po ofendon, po thyen. Zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë, i cili o gazi a mundet pastaj. Pra Zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë që lidhet me jurnat parë me gjithë secilin deputet këtu, të respektojmë kushtetutën. Dhe kjo është një çështje që te kalon dëshirën tonë. Se po vazhduam kështu, unë nuk e di se do kemi më parlament apo jo. Ne në mënyrë të pa diskutueshme që për çështjet e sigurisë dhe marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për bordin e paqes bijem që të gjithë dakord. Por nuk mund bijem dakord për të mos respektuar kushtetutën dhe procedurat. Sepse kështu siç po bëni ju, do vini një ditë të propozoni Edi Ramën me mandatin e Bajram Begajt për të bërë mbreti këtij vendi. Dhe pastaj do ta aprovoni, mbreti u çmend dhe do dalim gjithë tonë më rroft mbreti. A ka mundësi të respektojmë kushtetutën dhe procedurën? Kjo është e thjeshtë. Faleminderit. Natyrisht që kjo është një mbledhje që mblidhet konform kushtetutës dhe rregullores, padyshim. U thanë disa të pavërteta, të cilat mirë është të sqarohen, u tha që po vendosim për një vendimi i cili është i pa firmosur nga kryeministri dhe i pa kundërfirmosur nga ministra e jashtme, nuk është e vërtet. Ky është vendimi i firmosur. E para, e dyta lidhur me këshillat tuaja për respektimin e rregullores edhe të kushtetutës. Ju siguroj që dhe kushtetuta që ju flakërit sigur është marrë, është ngjitur nga ne dhe është vendosur në raft, në respekt të kushtetutës, zoti Bardhi. Hedhim në votim për miratim kërkesën për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Votimi është i hapur me karton. Kush është pro? Numëro votat pro. 80 vota pro. Kush është kundër? Kush është kundër? Numëroni votat kundër. Njëzet e 2 vota kundër. Kërkesa procedurë përshpejtuar miratohet. Do duhet ma shtosh në kohë. Spari besoj se qytetarët
shqiptarët gjuan hartimin e kolegut parafolës, por nuk gjuan asnjë fjalë se ku qëndron nxitimi i Shqipërisë për ta përmbyllur këtë proces sot. Besoj në 10 minuta fjalë nuk u shpjegua se për çfarë arsye dhe ku qëndron urgjenca e shqyrtimit të këtij projekt ligji me rëndësi historike, tha kolegu, 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet ta votojnë 12 orë në total pasi kanë bërritur nga Këshilli i Ministrave. Gjuat në argument për këtë? Unë e di që çdo shqiptar mendoj që kolegu do ngrihej këtu dhe do niste fjalën e tij duke kërkuar ndjesë në emër të mazhorancës tuaj që ky që keni në krye e ka konsideruar njeriu që sot po vendos paqe kudo në botë, presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, turpi i njerëzimit. Ka qenë Edi Rama, i vetmi lider botror që është drejtuar presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës me termin përfaqëson turpin e njerëzimit. Një deklaratë që në fakt nuk i shkon as marrëdhënieve, jo thjesht Shqipërisë, po të kombit shqiptar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një marrëdhënie, një deklaratë që vën në rrezik sigurinë dhe marrëdhëniet e shkëlqyera strategjike mes kombit shqiptar, Shqipërisë dhe Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se erdhe këtu dhe fole për Shqipërinë. Ne nuk ndjehemi të vlerësuar për partneritetin që ka vetëm Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne ndjehemi krenar për marrëdhëniet e shkëlqyera që kombi shqiptar ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dhe ftesa për të bërë pjesë e kësaj iniciative i është drejtuar Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe parafolsi kishte detyrimin të kërkonte edhe një tjetër ndjesë, që herës tjetër u ngrit këtu dhe bëri propagandë, sikur ai që i ka thënë presidentit Trump turpi i njerëzimit ishte i vetmi lider në Ballkan që ishte ftuar të bëheshe pjesë e bordit paqes. Dhe u detyrua presidentja e Kosovës ta nxirrte ashtu siç është, gënjeshtar, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ftuar në këtë bord Shqipërinë dhe Kosovën për shkak të rolit të jashtëzakonshëm që ka kombi jon, jo thjesht në paqen Ballkan, por në paqen në Europë dhe më gjerë, dhe për shkak të raportit të shkëlqyer strategjik që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, me dy ndjesat munguara në këto foltore, nuk mund vihet të bëhet propagandë. Nuk mund të tallesh me presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të flasësh për arritje historike, ndërkohë që përpara pak vitesh e ke quajtur njeriu kyç të paqes sot në botë, presidentin e SBA-s, turpi i njerëzimit. Për t'u kthyer te kërkesa juaj. Ke dy kërkesa, zoti kryetar. Spari ke kërkesën e Këshillit Ministrave, që si rregull do duhet jetë dorëzuar përpara kërkesës grupit parlamentar të PS-s. Se këta nuk mund të kërkojnë procedurë të përshpejtuar për një projekt ligj që nuk ka ardhur në kuvend. Në fakt kështu ka ndodhur. Këta kanë dorëzuar kërkesën përpara se projekt ligji të propozohet nga Këshilli i Ministrave. Dhe nuk kanë koordinuar me Këshillin e Ministrave, cili nga ana tjetër në projekt vendimin që ne në vendimin se e kanë sjellë pa firmë. Kaq serioz jeni ju. Dokumentat që janë shpërndar deputetëve s'kan as firmën e kryeministrit, është bosh, as kundër firmën e ministres punëve të jashtme. Është material në Word që i është shpërndar deputetëve. Dje në orën 9:30 darkës. Dhe në atë vendim të Këshillit të Ministrave, që unë po prezumoj që është miratuar dhe firmosur pavarësisht se deputetëve nuk i është vënë
në dispozicion, ka një kërkesë në përputhje me nenin 83 që të shqyrtohet ky projekt ligj me procedurë të përshpejtuar. Dhe ajo është kërkesa e parë, ligjërisht paktën, që është dorëzuar. Tani na thoni këtë do duhet votoj ky kuvend. Kërkesën për procedurë të përshpejtuar të Këshillit të Ministrave apo kërkesën për procedurë të përshpejtuar të këtyre që kërkonin shqyrtime e procedurë të përshpejtuar një ligji që nuk s'ka ardhur akoma në kuvend. Si do ta justifikoni ju që po shkelni jo vetëm procedurën, se nuk ka ndodhur kurrë në këtë kuvend që njoftojnë deputetët 9:30 të darkës, vim në mëngjes në orën 10 edhe të votojmë në orën 12, një gjë që është historike, shmallore, që çdo vend ka marrë dhe po merr kohën e vet për ta shqyrtuar. Tani unë e kuptoj që ky krau këtej mori urdhër në mbledhjen e fundit të grupit tuaj parlamentar nga Edi Rama, që s'ka nevojë as me diskutu, as me lexu, as me shqyrtu, janë këtu vetëm për të votu. Po ne nuk jemi këtu vetëm për të votu. Ne jemi këtu edhe për t'i dhënë llogari qytetarëve, edhe për t'i informuar qytetarët, edhe për të bërë transparencë dhe jo propagandë për qytetarët. Si do ja bësh, zotrote, se e betuar këtu, po që e ke grisur që ditën e parë ku je ulur në atë karrige, neni 83.2 dhe 3 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e miratojë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Si do ja bësh kësaj dispozite kushtetuese? Ta lexoj deri në fund kaq ka, vetëm nëse Taulanti të ka dhënë ty një kushtetutë tjetër. Se paragrafi kaq ka. Paragrafi ka kaq. Deri në fund kaq është. Nëse të ka shkruar me shkrim dore Taulanti në një fjalë shtesë, të ka mashtruar se kushtetuta thot kaq sa ç'po lexoj unë dhe po ta ripërsëris. Kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose 1/5 së të gjithë deputetëve mund të shqyrtoj e të miratoj një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Pik, thot kushtetuta. Tani ti na jep çat ka shkruajt shtesë Taulanti, që të ka bin ty dhe të ka mashtruar, që të vish këtu dhe t'i propozosh Kuvendit Shqipërisë të shkel Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Të fusësh presidentin e Republikës në ngërç kushtetues. Se nëse presidenti i Republikës është presidenti i Republikës, nuk mund të dekretojë dhe të shpall një ligj që miratohet brenda 24 orëve nga ardhja në kuvend, se ndalon kushtetuta. Dhe një nga kërkesat që shqyrton presidenti ku i shkon një ligj për shpallje është të verifikojë procedurën kushtetuese të miratimit ligjeve. Pra çfarë po fitojmë ne? Sepse sipas kushtetutës ne e votojmë sot, Bajram Begaj në pozicionin e tij kushtetues do duhet ja kthejmë mbrapsht kuvendit për shkelje të procedurës kushtetuese miratimin e kësaj marrëveshje. Këtë e kërkon kushtetuta. Pastaj nëse e keni futur dhe presidentin në xhep, na e thoni. Ndërkohë që ne mund të ndjekim një procedurë tjetër. Mund të ndjekim një procedurë tjetër që e bën edhe më shpejt efektive këtë marrëveshje. Kuvendi merr kohën që ngarkon kushtetuta, pra e miraton një javë pasi ka nisur shqyrtimi dhe patjetër po, ne jemi pro antarësimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Dhe i kërkojmë autorizim presidentit Republikës në përputhje me nenin 84 kushtetues të na jap miratimin që ky projekt ligj të hyjë në fuqi më një herë. Dhe zgjidhim edhe ngërçin kushtetues, respektojmë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe arrim qëllimit të paktën 5 herë më shpejt nga ç'propozoni ju.
Se procedura që thoni ju thoni kuvendi brenda 12 orëve, po ndërkohë presidenti ka 20 ditë kohë për ta shpallur, 15 ditë kërkon pas hyrjes në fuqi, botimin fletore zyrtare të hyjë në fuqi, pra ka marrëveshje që votojmë ne sot brenda 12 orëve, në rastin më të mirë, nëse presidenti shkel kushtetutën nuk e kthen, hyn në fuqi pas 35 ditëve. Pra bëhet efektive pas 35 ditëve. Tani na thoni, ku e keni urgjencën ju? Ku e keni urgjencën? Ndërkohë që kemi shansin të respektojmë kushtetutën, të marrim një javë, gjatë kësaj jave i kërkojmë miratim presidentit Republikës dhe nuk besoj se do ketë gjë kundër, që të na jap autorizimin që marrëveshja të hyjë në fuqi me njëherë, ligji të hyjë në fuqi me njëherë dhe e bëjmë efektive brenda një jave. Pra nga 35 ditë që propozoni ju, se e konsideroni historike këtë fakt, ja ku e keni propozimin e opozitës. Zbatoni kushtetutën dhe e bëjmë efektive marrëveshjen brenda 7 ditëve. Pse do duhet ju të shkelni rregulloren? Pse nuk e nisët ju, zoti kryetar, me një ndjesë për deputetët që keni shkel rregulloren e kuvendit? Sepse keni detyrimin ta njoftoni seancën plenare të paktën 2 ditë përpara se kuvendi të mblidhet. Një njeri i përgjegjshëm që e ndjen respektin ndaj kushtetutës, ndaj ligjit dhe ndaj rregullores kuvendit, momentin e parë që hap mikrofonin thot po, unë kam bërë këtë shkelje të rregullores se ma dikton kjo situatë e jashtëzakonshme ta shkel rregulloren e kuvendit. Dhe kërkoj mirëkuptimin e kolegëve deputet për këtë shkelje të rregullores që kam bërë. Po ju nuk doni t'ja dini as për kushtetut, as për ligj, as për procedurë. Ju merrni një komandë, i duhet shefit tuaj sot se në vend që t'ishte për ta firmosur marrëveshjen, atje ku po e firmosin liderët e dëshiruar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, do vi këtu të flasi me Taulantin edhe shokët e Taulantit. Keni marrë komandën e tij, i duhet kjo propagandë sot, i duhet përxhurmuar zonjën që duhet ishte në gjykatë kushtetuese sot, duhet ishte këtu. Duhet ishte në burg sipas kërkesës së prokurisë, nuk duhet ishte këtu. Pra doni të zhurmoni intimidimin që i keni bërë gjykatës kushtetuese për rastin dhe aferat korruptive të Belinda Ballukut, dhe o burrat shkelim çdo ligj, çdo rregull, çdo procedurë të këtij parlamenti. Prandaj dhe ne jemi kundër kërkesës tuaj për shqyrtim me procedurë të përshpejtuar të këtij projekt ligji, pa respektuar asnjë rregull minimal të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të rregullores së kuvendit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla për replikë. Replik për shkak të përdorimit të emrit. Kam përpara një kërkesë të firmosur nga deputeti që sapo foli, i cili për këtë shkeljen që pas kemi sjell ne ka propozuar amendamente. Në komision, patjetër. Sapo propozohet. Ndryshe themi, ndryshe bëjmë. Ç'të bëjmë ne të shkretët, ç'na ka gjetur me ju, sa i përket saj kërkesës, pa dyshim që të mblidhe në komisionin e jashtëm, këto të shqyrtohen, pra e pas kemi te i kaluar fazën e procedurës, sepse na pas kanë ardhur amendamente. Kështu që këtë teatrin me këto deklaratat, këtë teatrin se gjoja na pas ke gjetur zotrote një zgjidhje procedurale, e para që ta dish kur bëhet fjalë për angazhim ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në organizata ndërkombëtare, institucioni presidentit të Republikës është përfshirë sepse brenda gjithë dosjes përkatëse do të keni dhe plot fuqishmëritë apo autorizimin e presidentit të Republikës. Që ta dini këtë gjë se ndoshta ju ka shpëtuar. Po kërkoje se do ta gjesh komision. Shko në komision. Shko në komision e pyet
përfaqësuesit e qeverisë. Aty e ke. Prandaj, zoti kryetari i kuvendit, për të mos humbur kohë, ju lutem të kalojmë në votim kërkesën tonë. Shqipëria edhe kryeministri vet nuk ka kohë për të humbur, për të marrë me njerë detyrat që burojnë nga pjesëmarrja në këtë kartë të bordit të paqes. Faleminderit. Jo, zoti Bardi për procedurë morët fjalën, folët, sepse ja u dham kohën bashkë me 10 minutë në diskutimit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, po çfarë ke? Procedurë morë fjalën. Fole për procedurë. Zoti Sheaj dhe më pas kalojmë votim.